Dekori që do të shoqërojë festat e fundvitit ka nisur të vendoset dhe në qytetin e Bilishtit në bashkinë Devol, sheshi i qytetit, rrugët kryesore dhe qendra e Bilishtit po marrin një pamje të re me drita shumë ngjyrshë, pemë të ndriçuara dhe figura ornamentale që krijojnë atmosferën e ngrohtë të festave të dhjetorit. Gjithashtu po vendosen dhe instalacione tematike që të rreqin vëmendjen e fëmijëve dhe familjeve, duke i kthyer hapësirat publike në një destinacion të preferuar fotografish dhe shëtitjesh. Burime në bashkinë Devol bëjnë me dije se dekori do të kompletohet brenda pak ditësh, duke sjellë për banorët dhe vizitorët një ambient sa më festiv, të bukur dhe mikpritës. Qëllimi është krijimi një atmosfere të gëzueshme për të gjithë, si dhe mbështetja e aktiviteteve të ndryshme kulturore që do të zhvillohen përgjatë muajit dhjetor. Me ndezjen e dritave në datën 6 dhjetor në orën 18, Devolli nis zyrtarisht sezonin festiv, duke i dhënë qytetit gjallëri dhe frymën e lumturisë që karakterizon fundvitin.